Sabin Broma, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam sonte në Libero. Kënaqësi me qenë këto, faleminderit për ftesën. Dua ta nisi me një thënie të ëndën, si fëmijë. Nëse shpëtoj prej luftës, pjesën tjetër të jetës, kam ja dediku vendit. Kur e ke thonë këtë? Si e kujton? A është kjo një lajt motiv që të përcjell gjithë jetën ty? Në fakt, kjo është diçka që e kom mendu, dhe nuk e kom ndo me publikun me vitet të tona, sepse kom mendu që mënyra që shmendoj, mënyra që shumë rrit, dashnia që familja ma ka ushqy për atë dheon, jënë minimumi që ka muj me bo për vendin tonë, edhe para se me qenë Kosova shtetë, sidomos tash që është shtet. Kështu që nuk e kumdo këto emocione me vitet e tona, derisa miqtë e mi më kanë rekomandu që ndoshta tregimi personal që unë e kam mundët edhe me inspiru tritet, trejat, që nuk e mbojnë mend luftën fore, edhe nuk e din çmimin e madh që e kemi pagu për lirin që e gëzojmë sot. Fotoja që kemi këtu në fakt është përshkrimi më i mirë i eksperiencës që më ka ndryshu jetën më shumëte, lufta. Për para se me ndodhë lufta, natyrisht kemi jetu në pej, dhe si popull i okupum, kemi pas ondrat mdo për lirin, dhe arma më e madhe që e kom pas si fmi që më kanë mësu prind që e kom kundër okupimit ka qenë mësimi. Gjithmonë është përsërit në shpe që nëse dënë me jetu i lirë, dush me pas një huri, dush me mësu, dush me qeni mirë në shkollë, sa ashtu luftohet për vendin tënë, ashtu luftohet për kauzën që na kemi pas. Edhe ma ndej, fatkeqësisht e kemi përjetu edhe më ronë, kur ka ndodhur lufta, kjo është lagja ku jam rrit, fatkeqësisht në pej, gjithçka. Ishte lagja, sepse kështu si që është e shkatruar kjo. Kjo është shkatru komplet, si kur bor pej, 85% e pejës ka qenë shkatrume, dhe përderi sa para luftës, si fmi, edhe pse kom qenë gjithmonë në zonë se dallume në shkollë, edhe i kom do shkencat shumë. Sa vjeç që ishe në luftë? 15. Si është e mundur që një fëmijë ta konceptoj kështu luftën, jetën, dhe të thuash këtë që ke thonë se do të punoj për vendin? Po, mendoj që influenca familjes ka ndiku shumë. Na jemi rrit të lexu letërsi, kryesisht letërsi shqipe. Edhe familja jame ka pas një librari që o djeg gjatë luftës me 2000 botime, dhe mboj mend që familja më ka obligu me lexu edhe libra të cilët në fakt si kom kuptu për moshën, tash ja u di shumë për nder. Kemi pa shumë filma që e kanë portretizu kauzën kombëtare, për shembull një për filmave që më kujtohet edhe që mboj nga zemra është Liria vdekje, është historia e Çerçistopullit, edhe kompozimi kujtimlaros, muzika është shumë e bukur e filmit, edhe jemi rrit me një frym shumë atë dhe dashse. Kështu që nuk është e çuditshme që unë nuk mendua ashtu, çka ka ndikuar shumë, edhe pse nuk isha dashur me mendu detajet e luftës, po megjithatë ka pas momente në luftë ku me të vërtet s'kom mendu që shpëtojmë prej luftës. Edhe nuk është që e kom thonë, po e kom mendu që nëse shpëtaj, pjesën tjetër kom ja dediku vendit tem, dhe nuk ka qenë veç frika prej vdekjes, mendoj që kur të mendoj për luftën, mas shumë ti më kujtohen ftyrat e njerëzve që i kum po, familjar, kujshit, njerëz panjur që i kum po në rrugë, edhe vujtja dhe mjerimi që e kanë përjetu, është vret në ftyrat e tëne. Njëkohësisht, qasjen përëndim kum pas veç përmes televizorit, edhe filmave që i kum po, edhe kontrastin drastik që e vresha në mes të ftyrave qytetarëve tonë, bashkëdhetarëve tonë, edhe njerëzve që jetojshin jetë normale në për filma, kushtimisht, ka qenë ndryshimi aq drastik sa mu pat fiksu që nëse shpëtoj, duna me bo diçka që edhe ftyrat e ngrysuna bashkëdhetarëve të mi me pas mundësi me u busqesh, si njerëz që jetojnë në për vendet lira. Kështu që aty ka lind ideja që pjesën tjetër me ja dediku vendet, dhe respektivisht me njëherë mas luftës, kom ndru komplet trajektorin para luftës, kom pas andër
më bu artist, më ka pëlqy kinematografia, kom pikturu, ndërsa mas luftës kom vendos me studiu shkencat politike dhe respektivisht sigurinë dhe inteligjencën. Për shkak se kom mendu që si një vend i ri, si një shtet i ri, atyre s'kemi qenë halat pavarur, është shumë e rëndësi që na me kontribu me ndërtu vendin, qysh kanë kontribu të tjerë për me fitu lirin, shumë prej të cilve edhe nuk e kanë bjetu luftën. Kjo fotografi që e patëm, si fëmi të ka përcjell, do me thonë, gjithë jetën, ti ke studiur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ke treguar historinë, rrëfimin se ka aktivitete, studentësh? Pas luftën, në fakt, kujdo që i kom thonë që du me studiu në Amerikë, ju ka duke çuditshme, se Kretë Kosova ka qenë e djegun edhe më ka morë shumë kohë përmes ambasadës amerikane dhe kondit amerikan për studimi jashtë vendit me kuptu qysh studiot në Amerikë. Aso kohës kemi pas as kompjuter në shpeja as internet, do më thonë duke me pagu 2 euro gjysore në internet kafe për me kërku universitete. Koha internet kafe. Shumë, s'ka pas post në pej, o do është aplikacionet me i prunë Prishtinë. Aplikacionet i kompletu me dorë, CV-në e pare kom shkru me maqinë të shkrimit. Dhe kom apliku në 17 universitete. Edhe unë lajmet e para i kam shkru me maqinë shkrimit. Kështu që kupton, ta fëmijët tonë nuk e kuptojnë çka është maqina e shkrimit. Kështu që kom apliku në 17 universitete, në 5 që më pranu. 17. Okej. 3 prej tyre më kanë dhënë bursa pjesshme, 2 më kanë dhënë bursa të plota, e njëra që më ka dhënë bursë plot ka qenë Ouachita Baptist University, është universitet në Arkansas, në Amerikë, edhe ka qenë top 2 universitetet më të mira për liberal arts studies. Njëkohësisht një gjë interesante për Ouachita Baptist University është që aty kom kriju miq të jashtëzakonshëm. Personat që po ishinin foto nuk janë veç miqtë mi, janë familje, janë shëndru në familje tame, edhe e kanë shëndru Amerikën në shtëpinë tame të dytë. Janë njerëz që më kanë qëndru. Kush janë këta, na thuaj, do më thonë janë profesor? Jo, në fakt janë gjithë miqtë mi, përveç 2 prej tyre që janë një profesor dhe një profesoreshe. Se mendova në ambientet universitetit. Edhe kjo është dita kur unë kom diplomu, dhe gjithë miqtë e mi janë ardhë ditën e diplomimit për me muru edhe me më përkros, sepse unë se kom pas familje në Amerikë. 2 prej tyre janë profesor, e tjertë janë gjithë miqtë mi, janë natyrisht njerëz intelektual, me renome, që kanë kontribu në Amerikë në format të ndryshme, profesor, intelektual, pilot i forcës ajrore amerikane është personin në të djathtë, Lewis Pittman, Ernest Mosley atje mbrapa është ka qenë chief editor në Lifeway në një kompani të publikimeve, gjithashtu ka qenë edhe pastor, Eric Benson, profesori i aviacionit, Dawn Pick Benson, profesoreshi i kulturës amerikane, e kështu me radhë të gjithë miq të cilët i kanë zaventu prindtë e mi në një moshë shumë fragjile, unë kom qenë 18 vjeçare, kur kom shku në Amerikë, s'kom ditë absolutisht kur gjë për Amerikën, kështu që jam shumë mirënjohëse, sot a ditë ata janë familja jam e dytë, edhe vinë Kosovë, më vizitojnë, më qëndrojnë pranë edhe unë i vizitoj ata. Është shumë interesant që Ouachita Baptist University gjithashtu është universiteti ku ka studiu edhe guvernatorja aktuale e Arkansasit, zonja Sarah Huckabee Sanders, me cilën e kom do një klasë, ajo ka qenë 2 vite ma madhe se one, 1 ose 2 vite nëse s'ka bona. Dhe sot është guvernatori i Arkansasit, gjithashtu baba i saj, former governor Huckabee, ka qenë guvernatori i Arkansasit 10 vjetë, dhe alumna i shkollës time gjithashtu, dhe në fakt, të gjitha memorabilia të zyres ti si guvernator gjenden në librarin e Ouachita University, ndërsa ai çuditërisht, por natyrisht me shumë merit, sot është duke prit konfirmimin për ambasador në administratën e re të presidentit Trump. Kështu që jam shumë e nderume që kom pas ndirë në studiu në universitet të tillë. Ai fëmia me shumë ëndra, me një qëllim që të ndihmoj vendit, shkon në Amerikë të cilën nuk e njeh, si ishte për ty? Si një, gjithom filmat për para kur i kemi po për që janë teleportu në të ardhmen.
njerëzit ishte ndryshimi. Ndryshimi ka qenë drastik, se unë jam shku prej Kosovës, ku gjithçka ka qenë shkrumbehi. Ne kemi qenë të diskriminuar si këmbë, prandaj nuk kemi qenë pjesë e sistemit, kemi jetuar një jetë paralele, shkollën e kemi pas, shkolla shtëpia, kështu me radhë. Kur kam shku në Amerikë, Amerika është super avancume, teknologji gjithandej, bankat, mënyra që funksionojnë. Bile është shumë interesant se unë në gjimnazin Bedri Pejoni kom qenë studentja më e mira edhe si studente dallume matematike nuk kom njoftë shumë mirë. Edhe kur im shku në Amerikë, matematik ka qenë një prej lëndëve që s'kom pas nevojë me mësu gati hiç, sepse për mua ka qenë shumë lehtë matematika. Por matematika aplikume ku mësojshe për banka dhe financa nuk disha kur gjë. O dosh me mësu prej zerës, për shkak se nuk kisha pas qasje në sistem financiar që funksionojnë. Sot na duket banale me ditë, nuk e me thonë që nuk e kom ditë që punohet me bankomat, mirë po se kom ditë në fakt që ka është bankomati, kur kom shku në Amerikë. Se kemi ditë këtë farë punë, i kemi mësu rrugës. Si ishte në aspektin social, përshtatja, komunikimi, ndërtimi i raporteve? Ka qenë, më pari du me sqaru që për shkak se universiteti është një komunitet konservativ, ka qenë komuniteti ma ideal për një fëmijë 18 vjeç pa familje ofër. Do më thonë, në shkollë jëmë konë super e sigurt. Profesorët, bile në fillim, kur kom shku, kom pas problem ndryshimin e kohës, edhe nëse mungon 2 orë me radhë, tullet një notë. Edhe unë natyrisht për me majtë notën mesatare të lartë, me majtë bursën, o do është me qenë studentja perfekte. Edhe mungova 2 herë, nuk mungova, u vënova, dhe i tregova profesorit, edhe më moshën sytë lëtë, se u ndiva keq, tretën herë më thirin telefon. Do më thonë, prej se në kampus, edhe ndërtesat ku mohon ligjeratat, edhe konviktet edhe kretë, në thirrën telefon, tha sigurt të ka zonë gjumi se ki mësu, tha një çfarë në zonë se je, studente je, ki mësu vonë, hajde në klasë se i vonë, edhe ma heke atë shqetsimin, ma ndaj aty e tuti nuk u vonojsha mo, se mu hek shqetsimi që jom vetën, që një farë forme profesorët e mi e kanë lujtë edhe rolin e prindit dhe jom shumë mirë njohë, se nuk ka pas vend ma ideal për një fëmijë që nuk e ka njoftë fora Amerikën, jo më di shumë e mbrojtën, mirë po, natyrisht, nuk kom ditë me mësu. Unë kom marrë për një sistemi ku kemi mësu, ku mendimi kritik së konë shumë i inkurajum, ku kemi mësu këtë shumë përmensh, përveç në shkenca, në lanë tjera kemi mësu shumë përmensh. Edhe kur kom shku atje, ma i men që landën e parë që ja kom nisë me mësu ka qenë hyrje në shkenca politike, edhe kanë qenë 11 faqe, që na i dha me lexu. Edhe ato 11 faqe, ndoshta 30 herë kom lexu, tu lexu tu kojt, se nuk e kuptojsha asnjë sen. Domethënë isha shumë e mirë në anglisht, po anglishtën sofistikuar akademike kisha shumë problem, nuk disha me mësu. Kështu që viti i parë kom hek shumë keq. Jom mërzit shumë, kom kojt shumë, s'kom hongër mirë, s'kom flejt mirë, deri i kom ranë fije qysh mësohet, metodika. Edhe qysh mësove? Qysh lajnë fije? Mendimin e profesorëve. Profesorët jashtë zakonshëm. Do të thonë, çka do që s'ke ditë, nuk ka pas pyetje të gabueshme, nuk ka pas kohë të gabueshme, gjithë më kanë qëndru pranë, ma kanë sqaruar, më kanë dhënë metoda që me përdor qysh me mësu ma lehtë, edhe dikur, në fakt 2 vitet e para kanë qenë shumë të vështira, po mas 2 viteve e mora veten dhe në fakt si studente gjithmonë kom qenë ose në dean's list ose në precedence list. Domethënë notën mesatare kom diplomu me nderime, me notë shumë të lartë mesatare. Komplimenta. Dua ta bëj një pyetje kështu. Po të mos e përjetoje luftën. A mendon se studimet në Amerikë do të bënin që ti të jetoje atje pa u kthyer në Kosovë? Nuk e di sepse konteksti kish me qenë shumë ndryshe. E di një gjë që kur kom studiu, kur i kom përfundu studimet në magistraturë, do më thonë, studimet të magistraturës i kom kryu në University of Pittsburgh, edhe aty në një program t'jash zakonshëm për security dhe intelligence, program që është i dizajnuar i shërby kryesisht sektorit mbrojtjes, sektorit inteligjencës në Amerikë, me profesor që ka punu për shpinë e bardhë, me veteran të CIA, kështu me radhë, program fenomenal. Edhe në fund të programit, programi ka qenë terminal për këtë fushë, do të thonë më i gjatë se magistraturat normale. Dhe kur përfundova, një prej profesorëve që ka qenë ekspert për armatime nukleare, i ndjeri tani, zoti Dennis Gormley, më ofroi me punu për të në Institutin Monterey.
edhe tha, ja puno për mu, edhe mandeja të tutje, shohem. Edhe nuk aplikova fare. Kur erdhë në orën tjetër, se vike prej Washingtonit me na ligjeru, tha, çka ndodhe, tha, pse nuk u lajmërove? Thash, mu kanë bo gati 10 vjetë në Amerikë. Amerika mu ka bo shtëpi e dytë, e du, veç Kosovën e du ma shumë se Amerikën, kisha shumë me që shokët dasha mirë, unë ndjesha shumë me blerësume, kish meritokraci. Thash, nëse e marë këtë punë, atërë s'ka me mujtë me përmbush premtimin, që e kom dhonë, që du me u këthy në Kosovë, edhe e disha që nëse nuk kthejna në Kosovë, ko me u pëndu krejt jetën që se kom bojt atë premtim, pra ndaj kom vendos mës me ndajt edhe jo më këthy, një farforme me dur në gjepa, që një anis jetës prej zerës në Kosovë. Dhe nuk i bi pishman. Nuk i bjem pishman. Jo, absolutisht, sepse mendoj që jeta shumë e shkurt, mendoj që vdekja është diçka e të mërshme, edhe mendoj që vetëm jam mënyrë qysh e mujmë vdekjen është me bo diçka që jetën për te jetës tonë të shkurt. Qka ma shumë se sa kur i shërben diçka e matë modhe se vetës, në rastin të me i shërby kombi tonë shqiptar edhe Kosovës, ka qenë deri maj matë që ku mujtë me pas në i herë. Tani, ajo që ndodh, e s'do duhet ndodhte kur vinë njerëzit me këtë qëllim, me këtë motiv, nga jashtë nuk është se pritën edhe ju jepet mundësia në vendin e tyre. Ka histori nga ma të njohura, do më thonë. Si ishte për ty këthimi? Tu dha mundësia që të shërbesh që atë amanetin, po e them të ndin, ta vësh lëvizje, ta qosh më tutje? Unë e kom një teori për jetën që gjithmonë mundesh me vendos, a dën me lujt viktimen, apo dënë me marë frenat e fatit tënë dhe ti me vendos për vete. Kur nuk mundesh me kontrolu të tjertë, ama ti qka mundesh me bo, ti qësh mundesh me reagu në situatat rënda, e kontrolan vesh ti vetë. Kështu që mendoj që mundësit meren, nuk japen mundësit meren. Ti punon shumë, edhe i merë mundësit, e kryon një situatë që me egzistu mundësia që ti me mujtë me marë. Në Kosovë, kërë më këthy, për shemull, kom pas mundësi me punu punë të ndryshme, me mujtë të tonë kom insistu që veç në sektor të sigurisë edhe të mbrojtjes du më shërby, ose heq. Kjo ka qenë rrezik i madh financiar. Edhe më ka marrë disa muj, ju më koni frustrume, natyrisht kom pas momente jo të mira, jo të këndshme, momente të tërta. Dhe muj me thonë që vetë një gjohë që njët kom dit me bo mirë, është mos me hek dorë. Nuk është që nuk dëshprona kur, po me hek dorë kur s'ka ndodhë me hek dorë. Dhe ishtë atë jo, kështu që përshpresoj që asë sot e tutje. Fotoja që kemi këtu është rezultati i mos heqjes dorë. Mas shumë tentativave, ka ardhur një moment kur është kriju ministria, është kriju qeveria re, edhe aso kohë ministri Qeku ka kërku me pas një ekspert fushë sigurisë e mbrojtjes. Ka rastis që unë kom qenë në Kosovë 2010. 2010. Në fakt 2011. Në fillim viti 2011. Ka rastis që kom qenë në Kosovë dhe kom qenë personi vetëm me studimit avancume në fushën sigurisë dhe inteligencës, dhe jom taku me ministrin Qeku. Në fakt, e kom lyp numrin e ti, e kom telefonu, kom thonë unë jom besa, jom orë në Kosovë, jom ka kërkoj një mundësi mi shërby vendit tem, edhe më ka taku, edhe kemi vendos që me punu bashk. Jom shumë mirë njuse, sepse brenda 3 mujve, fillimisht kom fillu si këshilltar për politikat sigurisë dhe marrëdhënie ndërkombëtare, dhe brenda 3 mujve, në sajt punës që kom bo, jom promovu në këshilltarin e parë të ministrit, me veç halopa i bo 27 vjetë, ose 27 vjetë në shtaj kom posa së kohë, dhe kom qenë përgjithëse për monitorimin e gjitha prioriteteve, 5 prioriteteve për ministrinë, dhe marrëdhënieve me NATO dhe me SBA në aspektin e sektorit mbrojtjes, kështu që jam shumë nderuar për mundësinë që më ka dhënë, edhe jam shumë nderuar që kom pas mundësi me punu me oficere të jashtëzakonshme të FSK-s, sidomos jo vetëm gjatë punës në FSK dhe zhvillimit të FSK-s, po sidomos gjatë 2 viteve ku me rekomandimin e ministrit, kryeministri i vendit aso kohë kryeministri Thaçi më ka besu për me emru si koordinatore kombëtare për rishikimin e sektorit sigurisë, procesi cili ka ndodhur për herë parë atyre në Kosovë dhe ka qenë procesi që e ka transformu forcën e sigurisë në ushtrinë që e kemi sot.
ky ka qenë deri më i madh i gjithë karrierës teme, më thonë. Përgesim akoma taj moment i thimit. Qëfar të habiste? Qëfar të zhgënjente? Qëfar dilte për te pritshmërive tua? Në fakt, kur kom vendos më u kthy, e kom pas një farë ndjenje të rondë brenda vetet se kom ditë që ka me qenë sfidë. Për shkak studimeve që kom kry, kom qenë shumë mirë e familjarzume, se kom bo edhe praktik, edhe kemi bo hulumtime të rasteve reale, të vendeve në tranzicion, dhe kom ditë që vendet në tranzicion janë vendet më të ronda me punu në tu. Kështu që e kom prit që kam e pas vështirë, e mandej veç mu ka dasht mu ballafaqu me vështirësit. Natyrisht vendet në tranzicion kanë vështirësi se janë të i kriju të gjitha institucionet në mënyrë paralele, dhe na si vend i ri, si shtet i ri, jemi kanë të zhvillu, ki pas shumë prioritete që kanë garu njëra me tjetrën. Dhe natyrisht aty mandej krijot edhe një farë lloj kaose, ku shumë gjona po ndodhen njëkohësisht, dhe nuk ka që është niveli i strukturimit shtetit dhe institucioneve dhe kulturës punës në përgjithësi dhe shoqënisë nuk është i tillë që me ta mundësu me lehtësi edhe me gjetë punë, edhe me pas meritokraci, edhe me zhvillu karrierë. Po fati jemi mirë, në këtë mes, ka qenë fati jemi mirë që unë kom ardhur prej një fushë shumë specifike, një fushë shumë të veçantë, që nuk ka pas shumë që nuk ka pas konkurencë, edhe një fushë që ju ka nevojit vendet aso kohë shumë, prandaj edhe një moshë shumë të re, kom pas pozita kaq seniore. Kaq seniore. Ke thonë ndonjëherë se si është e mundur në Amerikë më vlerësonin kaq shumë, këtu jo, ndihesh e pa vlerësuar? Nuk është bardhëzi. Në Amerika është shtet që është ka moti shtet, edhe i ka shumë të konsolidume institucionet, dhe e ka mri pjekunin ku sistemi është shumë më i fuqishëm se individ. Dhe me që sistemi është më i fuqishëm se individ, nuk i nevojë me u brengos për subjektivitetin e kujdo për cilin punon, sepse sistemi çon përpara dhe ka meritokraci në sajt sistemit. Kosova, si çdo vend që është në stadiet e para të zhvillimit, ka nevojë për personat fuqishëm, për lider të fuqishëm që mandej krijojnë sistemin. Dhe në momentin që nuk e ki sistemin e konsoliduar ende, natyrisht që ka subjektivitet, po unë gjithmonë e ku marr me rezerva subjektivitetin dhe ju më fokusu në mundësitë e mira që më janë dhënë, për cilat ju më njose. Do të bëj një pyetje, apo me qenë se jemi në libero, shkojmë edhe në aspekte personale. Ke studiu në Amerikë. Në kushtetut, ata thonë që ti ke drejt me ndjek lumturinë tënde. Po. Konsideron se e ke ndjekur ti gjithmonë lumturinë tënde? Jo, sepse e kom pas një farë lufte të brendshme midis lumturisë personale edhe tjetumit një jetë që ndjena që është e përmbushën. Shpeshherë, lumturia është, nuk mendoj që lumturia është afatgjatë, është momentale, është ndjenë shumë e përkohshme. Përmbushja është afatgjate. Në gjithmonë ku mendu, çka du me lonë mas vetit, kush s'jom mon këtë botë, çka du fëmijët e mi, çka du komuniteti jam, çka du ato ftyrat e njerëzve që i moj men prej luftës, me pas kur unë s'jom mo. Edhe ku mendu që ja vlen shpeshherë me sakrifiku edhe lumturinë teme personale për me bo diçka më të madhe për të tjerët. Ako me arrit me bo, ajo varet prej shumë gjanave që disat nuk mu edhe me kontrolu, po me rëndësi për mu ka qenë me dhonë maksimumin, që unë mos me pas, në fund tjetës teme, mos me pas regrets, mos me pendu që s'kom provu me bo matë mirë në mëndshme. Kur i shek këto momente, janë momentjet për mbushjes? Shumë. Momenti parë është me Dr. Javier Solana, gjithë e dim që ka qenë, përveç është fizicient jashtëzakonshëm, edhe sekretari përgjithshëm i NATO-s gjatë kohës kur Operation Allied Force e ka shpëtu Kosovën, e ka shpëtu shqiptarët prej gjenocidit serb. Dhe pas luftës, ambasadori Steinbach, ambasadori Gjerman në Kosovë, duke më taku njëra dy gjatë ngjarjeve të ndryshme profesionale, më ka rekomandu me qenë pjesë e një rjeti me renome për liderët e së ardhmës, që quhet Munich Young Leaders, është pjesë e Munich Security Conference, dhe më ka emëru si
kom qenë Kosovarja dhe Shqiptarja e parë prej balkonit e emërume në një rjetë të tillë, dhe tani jam edhe alumni, dhe gjatë ngjarjeve të Munich Security Conference kemi pasur takime personale me lider. Ky është takimi që kom pas me Javier Solanën dhe më kujtohet që në këtë moment më ka thonë që diçka, nuk moj men krejt detajt, po e di që më ka thonë që na ju kemi sjell, ju kemi ndihmu me u shliru, i thu kryeministrit që tash ju takon juve me zhvillu vendin aty e tutje. Aso kohë natyrisht ka qenë kryeministri Thaçi. Kështu që mesazhi i tij personal ka qenë shumë emocionues për mua, sepse unë kom qenë i njëjti person që në moshën 15 vjeçare kom pa në televizor gjatë kohës që ky ka dhënë urdhrin për me i fillu bombardimet edhe me na shpëtu. Kështu që ka qenë emocionale, ka qenë shumë personale. Shumë personale. Fotografi tjera? Dr. Andrew Mekta është din apo dekan i programit për siguri në Marshall Center, një qendër që përmes natyrisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës kom qenë shumë e nderuar me uftu disa herë në programet e tyre, dhe këtu ka qenë një program konkurent ku jam zgjedh me qenë Marshall Center Scholar dhe kom studiu shkaktarët e radikalizimit dhe ndikimin e mungesës sigurisë njerëzore dhe sigurisë shoqërore në sigurinë kombëtare, dhe ky ka qenë një ndir i jashtëzakonshëm që në ditën kur kom diplomu prej programit dhe kur në fakt e kom publiku punimin cilin e kom punu. Ndërsa në mes... Dhe foto e mesit? Foto e mesit është një ndër nderet më të mëdha që e kom pritur ndonjëherë. Vitin e kaluar jam ftu prej Universitetit të Pittsburghut me dhënë fjalimin e vitit, Katz Lecture, dhe tema ka qenë, domethënë, shembulli i Kosovës si një vend rezilient apo i vetëqëndrueshëm dhe si është transformuar, si është kriju Kosova. Ka qenë nder i madh me ligjeru përpara njerëzve që kanë qenë mësimdhënësit e mi, profesorët e mi në të kaluarën, dhe përfundimisht ndina jashtëzakonisht e privilegjuar që mas një investimi, se kemi parasysh që të gjitha bursat që i ku marrë, bursat me merit që i ku morë në Amerikë, kanë qenë të financume prej shtetit Amerikan, domethënë prej taksa paguesve Amerikan, dhe i gjithë edukimi jem ka kushtu për afërsisht $100 cilat Amerika i ka investuar në një individual dhe nuk ka kërku që mi u kthy asgjë, po më u kthy edhe mi shërby vendit tonë, kështu që jam shumë e nderuar. Prandaj Amerikën e konsideroj, pra po them, si vendin që më ka ndihmu, jo i ka ndihmu vetë shtetit tim, po më ka ndihmu edhe mu personalisht me u formu si person, si intelektual dhe si kontributdhënës në vendin tonë. Jam shumë mirënjohëse. Jam shumë mirënjohëse. Nuk dua ta lidh me çështje gjinore, po kur një grua punon në FSK ose në ushtri, akoma tek ne shihet si e guximshme, për burrat merret si e zakonshme. A i bjen që akoma duhet punojmë me mendësinë tonë që kjo të mos shihet më shumë punë për burrat, po të shihet njësoj edhe për gratë? Po, mendoj që profesionet, pasionet, puna duhet me u pa në baza individuale, sinqerisht. Jo në baza gjinore, natyrisht. Po është ma e pazakonshme që vajzat me qenë në ushtri, se sa djemët, mirë po me rëndësi është që një vendi jo, vendi si një shtetë si joni, një shtetë i ri, t'ju japë djemëve dhe vajzave mundësit e barabarta. Realisht t'ju kryoj mundësit e barabarta për me i realizu ëndrat që i kanë. Qofshin ato një fushë që tradicionalisht të konsideru si e burrave apo jo, po më rëndësi është me i trajtu pasionet, dëshirat, ambicjet në nivel personal. Unë, në fakt, si fëmijë, gjithmonë kom pas shumë dashuri për edhe pasion për fushën e sigurisë, për shkak babit, sepse për babi e ka dashur shumë ushtrinë, edhe aviacioni më ka pëlqyer shumë. Edhe kështu që nuk ka qenë e pazakonshme kur kom vendos me studiu sigurinë, ka qenë shumë vendim i lehtë, sepse veç e kom dashur shumë ushtrinë, edhe për fatin tim të keq nuk kom mujt me shërby si oficer për shkak të limiteve në moshë, dhe unë atyre kom qenë fakt në Amerikë. Mirë po, përveç bartjes uniformes ju mundu që këtë karrierën time mja kushtu fushë sigurisë e mbrojtjes, ndërsa sa i përket punës në FSK dhe me ushtri, ndoshta
i befasoj gjithë me thonë, mirë po punën më të lehtë që kom bo një tame, dhe më thonë, kur e kom pas mas lehtë me punu me dikon, edhe pse ka qenë punë shumë intenzive, ka qenë me punu me ushtarak, me personel të fushës sigurisë, sepse në fushën sigurisë, të gjithë ata që vendosin me shërby sigurisë së vendit, zhveshen prej petkut të interesave personale, trajnohen dhe në aspektin psikologjik me mendu për diçka më të madhe se vetja, për njësinë, për brigadën, për forcën, për shtetin, për interesin kombëtar dhe interesi personal vjen i fundit, prandaj kur ulesh me punu diçka me ushtarak e ki shumë lehtë. Se gjithë e shohin cili është problemi, por gjithë fokusohen gjithashtu në gjetjen e zgjidhjes dhe kush çka ka me bo për me realizu. Kështu që puna në ushtri ka qenë puna më intenzive që kom pas ndonjëherë, mirë po në aspektin e realizimit ka qenë puna më e lehtë sepse kemi arrit suksese të jashtëzakonshme. Faleminderit shumë. Ke thonë se ka me pas mundësin me shkru një libër. Do me thonë, shpresoj se keme pas mundësin, ku ma shumë keme folë për kretë ranjet se sa për kretë sukseset. Nësa atë libër do t'a shkruaje sot, cila do t'ishte ranja më e madhe që i kishe shkru, e cili kish me qenë momenti i suksesit më të madh që do t'a shkruaje? Po mendoj që suksesin, jo mendoj që shpresoj, që kom e pas suksese më të mdo, se sa që kom pas deri tani. Zakonisht, edhe në aspektin akademik, edhe në aspektin karrierës, kur flas me të tjerët i konsiderojnë suksese, për shembull, pozitat seniore që kom bojt, qoftë në FSK, qoftë si këshilltare për siguri kombëtare, pa i bo 30 vjetë kom qenë në kryeministri, qoftë kom qenë koordinatore kombëtare për parandalimin e ekstremizmit dënshëm, për ngritjen e kapaciteteve ajrore për emergjenca civile, e kështu me radhë, ose kove të fundit, 4 viteve të fundit si antare kryesisë në Partinë Demokratike, ku mu është besu dizajnimi i platformës për siguri kombëtare dhe mbrojtje, si udhëhecëse e Departamentit për siguri kombëtare e mbrojtje për brenda kabinetit qeverisjes mirë, që ka qenë një nder, një privilegj i jashtëzakonshëm dhe jam shumë mirënjohëse. Dhe këto i shohin njerëzit si suksese. Mirë po, rënjet kanë qenë të gjitha intervistat në cilat nuk jom ftu fare. Të gjitha aplikimet të cilat nuk o marrë përgjigje pozitive. Të gjitha tentativat për me fitu bursa, dhe më thonë unë nuk më apliku në 17 universitete. Vetëm në 5... Sa dojshin gjitha mu... Mirë po, të gjitha tjerat kanë qenë refuzime. Keni parasysh dhe ti duesh o dosht me mbjetu të gjitha refuzimet për me mbrite sukseset. O dosht me mbjetu të gjitha intervistat të dështume për me mbrite sukseset. O dosht me zhvillu... Unë nuk një nga për natyre se nuk jom njoft s'pako si person që kom shumë dërem dhe me mosh ju mësu që durimi është një virtyt i jashtëzakonshëm, sepse vetëm ata që kanë durim, mujnë me arrit me i prit sukseset. Kush është i duruar, është i fituar, thot një fjallë. Kështu që për se cilin sukses kom pas shumë ranje, bile trive kom qef një thonë që ju ishin i vetë sukseset, për nuk ishin një gjojnë e përgjakun sa herë kom pas ranje. Kështu që duni me kuptu që asë gjo nuk arrihet njët letë, po me shumë mund. Së fundmi ju kemi pa dhe si kandidate për deputete. Para se të flasim për pjesën e politikës, ndjekim një deklarat nga një kolege, mike juaja nga politika. Mike ajone përbashkët, Blerta Deliu. Përshëndetje shumë për ju në studio e një përshëndetje shumë e veçantë për Besën. Mikën time, një gru e jashtëzakonshme, një principiere dhe punëtore, e cila investimin më të madhe ka bërë, jo vetëm në edukimin e saj, por edhe në vlerën e shtuar që i ka dhënë Partisë Demokratike të Kosovës. Unë e kam shumë për zemër, e shpoj shumë edhe për madhështim që ajo ka për të kujdesur për 2 fëmijët e saj, por edhe po e them për shijen e mirë që i lën shoqërisë dhe për përkushtimin që ajo ka për të investuar në secilin punë. Besë du shumë, kam shumë për zemër dhe vazhdo me qenë kështu e mirë qëshirë. Jam shumë mirë njohëse. Blerta nuk është veç kolege, është edhe mike jam ja tani. Kjo është një prej avantajeve të karrierës në politikë. Kur kom hyrë në politikë, natyrisht e kom pas qartë që politika është politikë.
duhesh me performu, duhesh me punu për qëllimet përbashkëta edhe duhesh me kriju rezultate, sepse kështu e dën demokracia, mirë po rrugës kom taku shumë përkrase, përkrose, miq, shok, dashamir, edhe mendoj që brenda PDK-s kom gjetë përkrohjen e cila mendoj shkon për tej veç bashkëpunimit kolegjal të një parti, prandaj jom shumë mirënjohëse. Blerta është një për personave që më ka përkroh prej fillimit, po natyrisht edhe gjatë fushatës dhe jom shumë mirënjohëse mesazhi i thoj bilem më emocionoi pak. Okej, si e përjetove komplet fushatën dhe fundin e rezultatit personal? Fushata. Në fushatë duhesh me qenë real. Pjesa më e bukur e gjithë eksperiencës ka qenë në fakt fushata, sepse në momentin që kom dalë në terren për herë të parë gjatë fushatës, para fushatës kemi dalë natyrisht në vizitat ndryshme për çështje caktuar me u konsultu me qytetar, mirë po gjatë fushatës më ka ra me taku burra e gra, vajza e djem, njerëz të jashtëzakonshëm, cilët vish ma kanë rikonfirmu, më kanë rikonfirmu dy gjona. Një, pse Kosova ka potencial të jashtëzakonshëm, sepse ka ende shumë njerëz që e dojnë edhe punojnë për të ndeshmërisht, edhe më ka dhonë shumë kurajo, sepse kum taku njerëz të cilët ma kanë rikujtu pse kum dasht me shërby, kum dasht me qenë pjesë e shërbimit në jetë politike, dhe veç që kanë përforcu vendimin tëm me shërby vendit, edhe ma kanë rikujtu vendimin që kumë bo gjatë luftës. Një farë forme mu kanë ndërlidh ftyra gjatë luftës me ftyrat që kumë taku, kështu që kishte me qenë nder për mu, mja dediku pjesën tjetër tjetës tame, shërbimit të sigurisë kombëtare të qytetarëve, sigurisë të qytetarëve tonë. Kjo ka qenë pjesa ma e bukur e fushatës. Edhe në fakt, edhe nuk ju mlodh, për shkak që energjia nuk ka qenë veç prej meje të shku të qytetarët, po energjinë që më kanë donë, për krajen që më kanë donë, ka qenë jashtëzakonshme. Edhe mandej ka rezultuar një rezultat i cili spaku për këndvështrimit të me shoh si një nderi madh, 10.808 qytetarë të Republikës Kosovës kanë vendos me mbesu edhe me sigurin personalit tyre, edhe me sigurin e fëmijëve tyre, familjarëve tyre, edhe me sigurin kombëtare, sepse me këtë platformë... Ama nuk ishte e mjaftueshme që t'jesh parlament? Jo, s'ka mjaftu... Ti ke qardhje? Të mërziti rezultatin në fund? Në fakt, jo... Rezultati nuk është që më ka mërzit për shkak se i ka tekalu pritjet e shumë personave që këmë posë rrëtë për qartë. Fillim, kërë kemi diskutu fushatën, kemi diskutu që Pragu prafërsisht kemi mendu, si në të kalumen, zakonisht i shet 2-3 parë zgjedhjet e fundit, Pragu maksimalisht ka mujtë musil rrëth 8.000-8.500 edhe qëllimi jem ka qenë... Me qenë se ishin 10 veta... Qëllimi jem ka qenë... me hy pa kvot, 8.000, vështirë ka me qenë mi bo 10.000, po kisha dasht me hy pa kvot, për shkak se vi prej fushës sigurisë dhe kisha dasht në fushë sigurisë me qenë pa kvot. Me thonë drejtë, nuk e kum prit që më rri gati 11.000, dhe prap nuk arri me hy, sepse sfida ka qenë mi arrit gati 11.000, sepse natyrisht kemi pas kolege t'jashtëzakonshme dhe konkurenca është e tillë që ti kur nuk e din e bën më të mirën, po kur nuk e din çka ndodh në fund. Megjithatë, jam shumë mirënjohëse për gjithë që më kanë besu dhe jam shumë krenore që kom qenë pjesë e një ekipi t'jashtëzakonshëm me plot kolege që kanë çka më ofru, edhe parlamentit, edhe qeverisë së ardhshme, nëse arri me kriju varësisht prej situatës politike që zhvillohet, por jam shumë mirënjohëse për qytetarët që më kanë besu dhe natyrisht do të vazhdoj me ju shërby, sepse mendoj që ky rezultat tregon që ky është veç fillimi një karriere politike në fushën sigurisë të mbrojtjes. Urojmë shumë suksese. Falenderoj shumë. Duhet ta bëjmë një shkëputje publicitare dhe do të them në pjesën e fundit flasim për një aspekt personal, aspektin familjar tuaj. Publicitet, kthehemi në studio.
vite, ditët me fat mbërritën. Për më shumë momente, hajde në Neptun. TCL Google TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 299 euro. Roba larse Beko 8 kg 1200 rrotullime, 5 vite garancion me super çmim 249 euro. Kondicionar inverter Fuego 12000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 47% nga 3 deri më 5 prill. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. Ju dëshironi shumë të udhtoni, mirë për nuk ndjeni të sigurt. Prisig tani ju mundëson të bleni sigurimin e shëndetit në udhëtim online. Shpejt e pa komplikime, e dizajnuar që të ju kërsej kohën. Me sigurimin e shëndetit, Prisig ofron mbulesë. Në studio në pjesën e fundit e emisionit dhe bisedës me Besa Kabashi Ramaj. Besa, kemi një fotografi ku ju jeni me fëmijët tuaj. Po. Kjo është foto pak më vjetër, tash Orti i ka, djali jam i madh, i ka 12 vjet, edhe Noa i ka 7 vjet. Janë bekimi jem më i madh, cilin s'mundesh me fitu me mund. Natyrisht me mund i rrit, mirë po janë bekimi jam më i madh prej gjitha gjonave që kom një jetë, gjoja ma që mushme. Mendoj që këtë foto kisha shfrydzu veç për me dhoni mesazh. Vajzat, gratë, nonat tona kanë pas një jetë shumë vështirë historikisht, por sot jemi shtet, jemi të pavarur, jetojmë demokraci, kemi ligjet jashtëzakonshme që ju mundsojnë grave me realizu potencialin e tyre. Dhe mendoj që mesazhin që kisha dashur m'ia dhon vajzave dhe grave kosovare, shqiptare, është që nuk ka limite që ka mundeni me arrit, nuk duheni me zgjedh në mes familjes dhe karrierës. Natyrisht përveç nëse doni me qenë veç të familja, ajo është zgjedhja juaj, mirë po nuk keni nevojë me zgjedh atë ose atë, mundeni me i pas të dyjat, kam ju marr shumë mend, shumë energji, s'ka me qenë fare lehtë, por është e arritshme. Faleminderit shumë, mesazh shumë i bukur, nuk po vazhdoj me pyetje më tej. Unë kam një letër nga bashkëshorti juaj, nga Fatmiri. Ju ka shkruar ndonjëherë letër? I keni shkruar ndonjëherë letër njëri tjetrit? A i keni shkruar letër ndonjëherë? Po, veç zakonisht shkruan shumë shkurt. Zakonisht shkruan shumë shkurt. Po ja tash që ka shkruar një letër. Okej. Ta shohim se çfarë ka shkruar. Bes. Mendoj se ky është një moment për të shprehur mirënjohjen time më të thellë për gjithçka që ke bërë për mua dhe familjen tonë. Faleminderit që je partneri im i jetës dhe që më ke qëndruar pranë në të gjitha uljet dhe ngritjet e mia. Mbështetja jote e palëkundur më ka ndihmuar të rritem si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Unë jam frymzuar vazhdimisht nga forca, mençuria dhe mirësia jote. Gjithmonë më ke shty, ndonjëherë ke tepru. Ne ishim një brez që u rritëm në varfëri, në luftë dhe në sfidat ndryshme.
ne arritëm të kfillemi dhe të kontribuonim për vendin pa e humbur kur shpresën. Muzika, filmat, librat dhe ëndrat për një Kosovë më të mirë na kanë mbajtur gjallë dhe nuk na kanë lënë kur të dorëzohemi. Nuk kam parë askënd të flas me kaq për kushtim dhe besim për Kosovën dhe të ardhmen e saj sa ti. Jam shumë i lumtur kur shoh djemtë tanë që kanë të njëjtin mendim dhe ndajnë të njëjtat vlera. Kontributi yt për familjen tonë është i madh. Ti je një nane jashtëzakonshme për 2 fëmijët tanë të bukur, të zgjuar dhe të çmendur. Dashuria dhe përkushtimi yt i ka formsuar ata në individ të mrekullueshëm që janë sot. Unë jam shumë mirënjohës për mënyrën se si ke rritur dhe udhëhequr ata dhe për sakrificat e panumërta që ke bërë për të siguruar lumturinë dhe mirëqenien e tyre. Të lutem mos e hup shpresën, nëse e bën këtë, unë jam këtu për ty. Me ta përkujtu, qyshja kemi nis e çka kemi me bo, bashk, me dashni, Fatmiri. Bes, atë kërkoj pak sqarime për qëtë fjalin e fundit. Qyshja kemi nis e çka kemi me bo. Qyshja keni nis e çka keni me bo. Më falë. Fatmirin për ndryshe e quj Miri, shkurt, imi taku shumë të ri, 17 vjeç, në shkollë të mesme, jemi shok për shkollës mesme, jemi rrit bashk, praktikisht, jemi taku në vitin e 4 të shkollës mesme, edhe pas vitit por fakultet kemi vendos me shku për te shoshnis. Se ishte me ty në Amerikaj? Ju. 7 vjetë kemi jetu në Doras. Unë kom studiu në Amerikë, a i ka studiu në Kosovë. O si ja nisët kështu? Me e-maila? As vetë nuk u i mesharu. Unë kom qenë një person i obsesionu me pavarësin teme dhe me karjerën edhe fakti që Miri është një prej personave që gjithmonë më ka përkro edhe më ka pranu kështu që shjom edhe nuk e ka cenu kur pavarësin teme që kom po si individ, si besoj që e ka bu personin që më ka binë që me to i me ndërtu një jetë dhe nuk besoj që kom po zgabim. Falë, se jem shumë emocionume. Miri është kroje më djothë, edhe është për krosje më i madhë. Kështu që është fati e më i madhë që prapë nuk isha dit me gjithë, nuk isha dit me kërku, po që ma ka dërgu Zoti, me qenë bashkullëthor në rrugtimin që e kemi nisë bashk. Për shumë gjona dvogla, ndoshta mendojmë ndryshe, po për gjonat madhore, që ka vlerë një jetë, për dashurin që e kemi për vendin, edhe për popullin tonë, pajtohemi. Miri është një për njerëzve që e donë pafundësisht Kosovën, nuk e ndronë me asgjë, kështu që më ka përkro edhe në ambicjen teme, pa morë parasysh çfarë sfida kemi pas. Është një për personave që gjithmoni ka festu sukseset e mia dhe vazhdojnë me qenë kroja mi djathë. E natyrisht misioni joni përbasht është përveç që me u plake, me u bojë gjëshër për fëmijët tonë, është që mi shërby vendit bashkë. Faleminderit shumë. Jemi krejtësisht në 5 minutat e fundit. I kam 15 pyetje që duhet t'i bëjmë bashkë. Prandaj duhet jemi shpejt, ndërsa ju duhet jeni drejt për drejt të pyetësori rë. Cili është ushqimi që sa herë ha ta kujton fëmijërinë? Hudra. Hudra. Okej, zgjedhje interesante. Faleminderit shumë. Çka mendon kur e sheh veten pas syve? Dokna ndryshe prej që është ndjena. Ndjena halosin shkollë të mesme, a e vrej që jëmë të u plok. Okej, po më pëlqen. Cila është kafsha nga e cila friksohesh më shumë ti? Gjorni. Se, ke pas ndonjë përvojë apo? Jo. Vetëm friksohesh. Nuk e di pse. Çka mendon se ndodh me ne kur vdesim? Shpresoj që besimin që e kam në Zot është i vërtet, është shumë vështirë me dëshmu diçka që nuk e sheh. Shpresoj që ka botë mas kësaj ku i takojmë gjithë ata që i dojmë shumë e se kemi ofër. Faleminderit shumë. Burrat dhe gratë, a duhet i kenë krejtësisht drejtat e barabarta? Po, duhet i kenë drejtat e barabarta. Po,
barazia edhe mënyra që është vendosin njerëz me jetu nuk ka të bëjë njëra me tjetër. Ka shumë zgjedhje individuale. Faleminderit shumë. Ku mendon se shkon një mendim kur harrohet? Të pjesa të ndërdia, të pjesa trurit që se kemi eksploruar ende. Do thonë mbetet dika tjetër, ata folderat. Dikun është. Okej, film apo serial? Film. Se? E du shumë, kinematografin, film. Film. Aroma jote e preferuar? Gjithçka që i vjen i rasti dru. Me dru? Me dru. Okej. Lidhje me natyrën. Nëse do duhet të zgjidhje pa tjetër, një udhtim drejt të ardhmës, apo drejt të shkuarës? Të ardhmës. Të ardhmës. Je kurioztare? Të dish se çfarë do të ndodh? Gjithmonë. Okej, faleminderit shumë. Nëse, në këtë moment tjetës, tani, e takon dikë që ndihet krejtësisht sikur ti, çfarë do t'i thoje? Gjithçka ka me konë okej. Gjithçka ka me konë okej. Okej, faleminderit shumë. Qend apo macet? Qend. Pse? Ke pas ndonjëherë? Po. Kom pas qenë si fëmijë edhe si e rritur. Çka është një vesë që ti e ke dhe do doje ta hiqje presante? Me dosht me kontrollu gjithçka. Me dasht me kontrollu Mi gjithçka. pos krejt gjonat në kontroll. Okej, a është kjo pak një lloj smundje profesionale? është, po din me... është e mirë, se të bën një aspekt perfekcionizmi është e mirë se dën me bo matë mirën gjithçka që e bën, po në anën tjetër mund është me i dhonë shumë presion vetit, të lodh ty, lodh tjertë. Okej. Ëndra më e çuditshme që e ke pa? Para luftës e kom po një ëndër që nuk u mujt me sqaru, edhe ka pos bëj me luftë. Edhe jom të merru, e di që ka qenë në 96-ta, prapërsisht sota, jom të merru prej ëndrës komplet, edhe kur jom zgju, jom di shumë e lumtur që s'kon reale, po fatkeqësisht. Tash është e ëndra? Sho, po ma rrallë. Ma rrallë, ama të çuditshmën e ke pa para luftës. Para luftës. Nëse do ta dëgjoje një këngë, tani dhe gjithë jetën, cila do t'ishte ajo? Nessun dorma. Nessun dorma. Okej. Faleminderit shumë. Do të thonë, e zgjodhe një këngë. Pyetja e fundit. Çfarë jam duke menduar tani? Nuk e di, shpresoj që diçka mirë. Shpreson që diçka mirë, gjithsesi mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Pesa, faleminderit shumë që ishe sonte në Libero, kënaqësi për bisedën që e zhvilluar. Kënaqësia ishte imja, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shikoj nderuar, këtu ndahemi për sonte, shihemi bashkë të premten. Deri të premten, mirëmbëjtje.